një kryetar, një udhëheqës i drejtë. Këto e vëllezër hyn kryeshtari i shtetit, e ka përgjegjësi të gjithë të qytetin apo shtetin të cilin ai udhëheq, për çdo njeri, për çdo pengesë që i bëhet njeriu dhe besimtarëve në atë qytet, dhe ky e din, dhe nuk ndërmerr masa që kjo të rregullohet kjo çështje, dhe korruptohet, dhe mashtrohet, dhe ju bën zullum njerëzve, u uzurpon tokën njerëzve, pa të drejtë. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ai i cili një plomb sa 5 gishtin, një dorë, e uzurpon një tokë pa të drejtë, Allahu azza wa jall 7 kat tokë do ta fundos në ditën e gjykimit. 7 kat tokë për 5 gishta për një dorë. Dhe këtu hyn çdo kush që Allahu azza wa jall i ka dhënë përgjegjësi për të një send, dhe ai nuk e çon në vend atë amanet, ky do të përfundon në zjarrin e xhenemit ditën e gjykimit, për shkak se Allahu ka dhënë urdhër të prerë që t'i çoni amanetet, t'i zbatoni amanetet, t'u jepni amanetet të zotërve të tyre, çdo kujt i cili ai takon. Këtu hyn prindi për gruan e tij, babai për bashkëshortën e tij, për fëmijët e tij.